Në një përpjekje të koordinuar me Presidencën e Republikës së Kosovës, drejtuesit e Odës Ekonomike Amerikane u takuan me përfaqësuesit e kompanisë Delta Airlines dhe shoqatës Linjat Ajrore për Amerikën për të prezantuar mundësitë për vendosjen e një fluturimi direkt ndërmjet Prishtinës dhe New Yorkut. Kështu u bë e ditur përmes një njoftimi nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës të renditur si të tretin më të madhin për nga trafiku i pasagjerëve në Ballkanin Perëndimor dhe ndër aeroportet me rritjen më të shpejtë në Europë, Kosova është e gatshme që të forcojë lidhjet transatlantike dhe të përmbush kërkesën në rritje për linja direkte ajrore, thuhet në njoftimin e Odës Ekonomike Amerikane. Tutje, theksohet se një fluturim direkt do të hapte rrugë të reja për tregtinë, turizmin dhe investimet, duke forcuar më tej lidhjet e thella ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara.